Përshëndetje të nderuar shikues, nisim edicionin qendror informativ të orës 20 këtu në Radio Televizionin Ora News, ku si çdo mbrëmje do të keni mundësi të njihni me të rejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, e ndër të tjera do të ndihni. Pendohet Elvis Roshi pasi dha dorëheqjen 3 ditë më parë, kryebashkiaku i Kavajës deklaron se do të rikthehet në detyrë, nuk ka asnjë dënim në Itali. Kryeprokurori Lalla takon ambasadorin italian Cutilio për pajisjen e përgjimit dhe siguron se nuk ka asnjë hetim për veprimet e policisë italiane. LSI konsideron përgjimet një çështje serioze. Nënkryetari Vasili thotë se duhen hetime të thelluara dhe ekspertizë ndërkombëtare. KLSH raporton se vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti dëmi në buxhetin e shtetit ka vlerën e 3.2 miliard lekëve. Kombëtarja në testin e fundit përpara botërorit, gati për miqësoren në Ukrainë. Vetëm 3 ditë pas vendimit për të dorëhequr nga detyra e kryetarit të Bashkisë së Kavajës, Elvis Roshi merr një tjetër vendim për të vënë dorë sërish në këtë detyrë. Një prej njerëzve më të atakuar nga opozita se ka probleme me drejtësinë në Itali dhe se preket në mënyrë të drejtpërdrejtë nga ligji i dekriminalizimit, Elvis Roshi anullon vendimin e dorëheqjes me argumentin se rastësisht nga avokati i tij kishte mësuar se ka qenë i dënuar në Itali në kohën kur ka qenë minoren, vendim për të cilin nuk ka qenë kurrë në dieni, në kohën kur ka qenë në kampin e refugjatëve. Elvis Roshi rikthehet me përulësi detyrës në krye të bashkisë, siç thotë në deklarat, dhe pret vendimin e drejtësisë dhe se ka siguruar 2 certifikata të pastra për të shkuarën e tij. Elvis Roshi është tërhequr nga vendimi i tij për të lënë detyrën e kreut të Bashkisë së Kavajës vetëm pak ditë pasi publikisht dha dorëheqjen. Ashtu si në rastin e dorëheqjes, edhe këtë vendim Roshi vendosi ta publikojë përmes Facebookut. Në një postim të gjatë ai shkruan se pas verifikimeve që ka bërë personalisht në Itali, ka rezultuar se mbi të nuk ka asnjë dënim. Kam 3 ditë këtu dhe posedoj 2 dëshmitë e mia të penalitetit dhe çdo certifikat të mundshme e cila tregon në dritën e diellit që unë nuk kam patur probleme me drejtsinë italiane, siç edhe e ka Merak Berisha. Dëshmitë janë edhe me Elvis edhe me Ervin. Roshi sqaron se ka mësuar se është tërësisht i pastër vetëm 60 minuta pasi publikoi vendimin e dorëheqjes. Për këtë arsye, thotë Roshi, u nis vetë në Itali në mënyrë që betejës me drejtsinë të shkonte deri në fund. Pas publikimit të fakteve të reja, Roshi njofton se ka vendosur që të mos largohet nga detyra. Ndaj, nisur edhe nga mira mesazhe që ka marrë nga votuesit dhe nga situata që më nxjerr të pafajshëm, ka vendosur të vazhdoj detyrën time me përulje kundrejt qytetarëve të mi deri në momentin që çdo gjë do të sqarohet nga drejtësia. Mandatin dhe detyrën e mrekullueshme të shërbimit ndaj qytetarëve nuk ma ka dhënë as Luli, as Aliu dhe as Shjupi. Ma kanë dhënë bashkëqytetarët dhe atyre do t'ju bindem dhe shërbej deri në sekondën e fundit. Në fund të postimit të tij, Roshi thotë se do të kthehet në Shqipëri së bashku me skuadrën e avokatëve të tij italian për të vënë pikat mbi i me drejtësinë dhe me publikun. Ndërkohë, më herët, kreu i Departamentit të Rendit dhe Sigurisë në Partinë Demokratike, Enkeleta Libeja, deklaroi se kryeministri po mbron Elvis Roshin pasi ende nuk ka firmosur shkarkimin e tij si kryetari i Bashkisë së Kavajës, ndërsa deputeti socialist Piro Lutaj i kërkoi prokurorisë të nisë sa më shpejt verifikimin nëse Flamur Noka ka falsifikuar dokumentat, pasi nuk ka deklaruar ndalimin dhe dëbimin nga Jugoslavia, ndërsa i kërkoi PD-s të kontribuojë në procesin e dekriminalizimit. Vazhdon ta mbrojë edhe sot. Edhe tani që flasim, Elvis Roshin e dënuar për përdhunim grup. Edi Rama ende nuk ka marrë një akt për shkarkimin e tij. Edhe pse prokuroria ka nisur ndjekjen penale për të, për fshehjen e të dhënave. Ja pra, sa seriozisht e ka dekriminalizimin Edi Rama. Nëse Edi Rama i ka mundësuar edhe arratin, njësoj si Frokut, ne i themi prokurorisë ta kërkoj Elvis Roshin në zyrën e kryeministrit. Prokuroria e përgjithshme, sipas afateve që ka parashikuar ligji, të fillojë sa më shpejt hetimin dhe verifikimin lidhur me këtë rast, i cili në vlerësimin e 25 deputetëve firmtar të Kuvendit të Shqipërisë, përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, përbën vepër penale pasi në formularin e vetë deklarimit, përkatësisht në pikën 5 dhe pikën 7 të tij, deputeti Noka nuk ka deklaruar të dhëna të rëndësishme që lidhen me ndalimin dhe dëbimin e tij nga një shtet i huaj. Ne i bëjmë thirrje Partisë Demokratike të tregojë që ditë të zbatoj ligjin që vetë kërkoi, vetë hartoi dhe e miratoi bashkë me ne. Demokratët kanë protestuar para Bashkisë së Divjakës, duke akuzuar kreun Kokoneshi se ka fshehur në formularin e dekriminalizimit hetimin për shfrytëzim prostitucionin në Itali. Ata i bën thirrje prokurorisë të nisë hetimet për këtë rast. Ndërkohë, protesta shoqëruar edhe me një incident.
Partia Demokratike ka denoncuar përmes një proteste para Bashkisë së Divjakës kryetarin Fredi Kokoneshi, për të cilin thotë se ka kryer vepra të rënda penale në Itali dhe është marrë me prostitucion. Sekretari i Aksionit Qytetar, Ervin Saljani dhe kryetari i Partisë Demokratike Lushnjë Myslim Murizi kërkuan hetim të akuzave nga prokuroria. Miku i vet i ngushtë i kryebashkiakut të Divjakës, Fred Kokoneshi, e ka akuzuar si person i cili në vitet 95-96 ka trafikuar dhe ka ushtruar Tudorjadin për prostitucion për vajza në rrugët e Italisë. Në vetë deklarimin e vet nuk e ka deklaruar dhe ne sot i bëjmë thirrje para Bashkisë së Divjakës, prokurorisë që të nisë hetimet dhe të ndërpritet me njëherë mandati. Akuzat e demokratëve, kryebashkiaku i Divjakës Fredi Kokoneshi i cilësoi shpifje, ndërsa tha se e ka dorëzuar të pastër formularin e dekriminalizimit. Myslim Murizi, po të hyni në karrierën e tij njeriu, shikoni njeri i dënuar për mitmarrje. Unë i drejtohem Partisë Demokratike të shikojnë nga vetja tyre, pastaj të vinë të merren me kryetarin e Bashkisë Divjakës. Protesta e demokratëve kundër Fredi Kokoneshit u shoqërua edhe me një incident. Një banor i Divjakës ka folur në mbrojtje të kryebashkiakut duke shkaktuar reagim të protestuesve, të cilët e kanë qelluar me shishe me ujë. Faqezi, që vjen këtu, ne jemi shoqë sa bukur që jemi, shikoj. Ambasadori italian Alberto Cutilio ka zhvilluar një takim me kryer prokurorin Adriatic Lalla. Zyrtarisht bëhet me dije pjesë e bisedës ka qenë edhe hetimi i fundit i prokurorisë shqiptare në lidhje me ekzistencën e një pajisje përgjimi që është përdorur nga policia shqiptare. Kryer prokurori ka siguruar diplomatin italian se prokuroria shqiptare nuk po heton veprimet e policisë italiane. Në një kohë kur prokuroria shqiptare ka nisur hetim në lidhje me ekzistencën e një pajisje të palishme përgjimi, ambasadori italian në Shqipëri Alberto Cutilio ka zhvilluar një takim me kryeprokurorin Adriatic Lalla. Ai është mbajtur në mesditë në zyrën e kryeprokurorit dhe zyrtarisht mësoi se kreu i akuzës shqiptare e ka siguruar diplomatin italian se në Shqipëri nuk ka asnjë zhvillim apo hetim mbi veprimet e policisë italiane, pra as në hetimin e fundit për ekzistencën e pajisjes përgjuese, e cila sipas policisë shqiptare është trajnuese dhe disponon interforcë. Në këtë takim, prokurori i përgjithshëm vlerësoi rolin e forcave të sigurisë italiane në shkëmbimin e informacionit me autoritetet shqiptare për evidentimin, zbulimin dhe vendosjen para drejtësisë të personave të përfshirë në veprimtari të ndryshme kriminale në të dy vendet tona. Ndërkohë, hetimet në lidhje me pajisjen e përgjimit vijojnë dhe prokuroria shqiptare është në pritje të përgjigjes nga Interforce. Pak ditë më parë, prokuroria ka marrë në pyetje në lidhje me këtë hetim drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Haki Çako dhe nëndrejtorin Ardian Çipa. Por valja e përgjimeve ka prekur edhe vetë ministrin e brendshëm Samir Tahiri. Lëvizja Socialiste për Integrim deklaron se mbështet hetimin, madje nxit dhe hetimi ekspert huaj ndaj kujdo që është përfshirë në përgjimin e kreut të dikasterit të punëve të brendshme. Numri 2 i LSI-s mirëpret takimin mes kryeministrit dhe shefit të opozitës, duke nënvizuar se konsensusi për reformën në drejtësi nuk duhet të dëmtojë standardet. Hetim madje edhe me ekspertizë të huaj për çdo që ka vënë përgjues në zyrën e ministrit të brendshëm Samir Tahiri. Ky është qëndrimi i LSI-s përcjell nga nënkryetari Petrit Vasili, i pyetur mbi nisjen e hetimeve për përgjimin e Tahirit. Vasili tha se ligji nuk duhet të kursejë askënd, pavarësisht kujt partie i përket apo nëse është zëvendës ministër. Hetimi duhet të jetë një hetim i cili të zbulojë të zbardhë përgjegjësitë e gjithë secilit në një çështje të tillë kaq serioze, pa dalluar kërkënd, qoftë ky ministër, zëvendës ministër, specialisti thjesht apo punonjës shërbimi. I pyetur edhe mbi takimin e pritshëm mes kryeministrit Edi Rama dhe kryeopozitarit Lulzim Basha, Vasili tha se LSI mirëpret takimin, për të cilit pret konsensus për reformën, por pa dëmtuar standardet e ekspertizës ndërkombëtare. Çdo rezultat i cili do na çonte në një votim sa më shpejt saj, do të ishte i mirëpritur, sigurisht pa cënuar në asnjë rast frymën e Komisionit Venecias lidhur me këtë çështje. Deklarantat e Vasilit u bën gjatë prezantimit të Endrit Brahimllarit si nënkryetari i LSI-s. Buxheti i shtetit ka pësuar një dëm ekonomik prej 3.2 miliard lekësh vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti. Të dhënat janë publikuar në buletinin e kontrollit të lartë të shtetit dhe auditimet janë kryer për periudhën janar-prill.
Sipas KLSH-s, pjesa më e madhe e këtij dëmi, rreth 1.9 miliard lekësh, vjen nga abuzimi me shpenzimet e kryera nga administrata. Më pas, renditen prokurimet publike dhe drejtoria tatim taksave. Vetëm në 4 muajt e parë të vitit 2016, buxheti të shtetit i është shkaktuar një dëm prej 3.2 miliard lekësh. Kontrolli i lartë i shtetit ka publikuar buletinin e auditimeve për periudhën janar-prill të këtij viti. Nga të dhënat konstatohet se dëmi më i madh në buxhet, prej 1.9 miliard lekësh, ka ardhur si pasojë e abuzimeve me shpenzimet e administratës. Sipas KLSH-s, prokurimet publike renditen në vend të dytë me një shkelje prej 877 milion lekësh, ku peshën më të madhe e mban Autoriteti Rrugor Shqiptar. Sipas KLSH-s, audituesit kanë konstatuar se në sektorin e tatim taksave ka pasur një shkelje me dëm afro 462 milion lek, ku përfshihet edhe Bashkia Skrapar me një dëm në vlerën e 341 milion lekëve. Në sektorin e doganave shkeljet llogariten në mbi 336 milion lekë. Në bazë të rezultateve të auditimit, kontrolli i lartë i shtetit ka kryer kallëzim penal ndaj 7 zyrtarëve, prej të cilëve 5 janë aktualisht në hetim, ka vendosur 37 gjoba dhe ka kërkuar largime nga puna. KLSH ka përcaktuar edhe fushat kryesore të shqetësimit publik të qytetarëve për çështje të qeverisjes në Shqipëri, nga të cilat 21% e ankesave të adresuara i takojnë administrimit financiar dhe fushës së prokurimit publik, 49% privatizimit dhe kthimit të pronës, 1% tatimeve dhe doganave dhe 29% fushave të tjera. Nga qyteti Lezhës, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha premtoi se qeveria e tij synon investime serioze në vend të korrupsionit që siç tha ai e ka kapur vendin. Sipas kryedemokratit, vetëm me $20 milion në vit rimbursohet deri në 300 kW energji për familjet në ndihmë ekonomike, ndërkohë që qeveria harxhoi $80 milion për zyra dhe luks qeveritar. Kryetari i opozitës Lulzim Basha nga Lezhë premtoi se miliona euro që sot sipas tij përfundojnë në xhepat e qeveritarëve, do t'u kthehen qytetarëve përmes investimeve që hapin vende pune, uljes së çmimit të energjisë, uljes së taksave dhe investimeve për bujqësinë. S'ka lek për si. Përpara sa ke shit? Kam shit 5-6 ca dush. Taksa duhet t'i ulim. Atë du me dhëne, ato 100 milion euro që i fusin në xhep qeveritarët, kthehen treg, kthehen konsum, Dje janë djeg drita ditu të pallati dyqanet, kemi pagu 200.000 lek të gjithë. E ble kabullin e pagu elektricisë me lek njerëzit. Edhe taksa, edhe shërbim smerë. Pa të hap një firmë ndërtimi, një 12 vjet punova, një 17 familje, 17 vjet i kam majt me bukë. Çfarë viti ke mbyll firmën e ndërtimit? Po një vit e pak, si nuk shkoj më taksa dhe. Gjatë takimeve me qytetarë dhe biznesin, Basha shpalosi platformën e qeverisë së demokratëve, si edhe dha përgjigje se si do mund ta realizojë atë, për shkak se ka një faturë të lartë financiare, kryesisht në mbrojtje të shtresave në nevojë. $20 milion në vit, ne mund të rimbursojmë dhe do ta rimbursojmë deri në 300 kW për familjet në ndihmë ekonomike. Këta harxojnë 80 milion për luks, na thonë ku do të gjeni parat. 2.2 miliard euro të shqiptarëve i kanë zhdukur. Na thonë ku do gjeni lekët për të ulur taksat. E pra ne do t'i ulim taksat. Dhe një pjesë e këtyre lekëve do të kthehet në xhepat e shqiptarëve, do të kthehet në konsum, do të kthehet në fuqi blerëse. Basha vizitoi dhe një biznes të madh të përpunimit të peshkut, taksa e shesht 9%, sigurime shoqërore 9% dhe TVSH 15% është programi fiskal i demokratëve. Bllokimi i prodhimit të naftës nga Bankers Petroleum për shkak të ndërprerjes së aktivitetit të petroliferës në Vlorë po i shkakton dëme në miliona euro, jo vetëm kompanisë, por edhe buxhetit të shtetit. Kjo pasi Bankers është një ndër kontribuesit kryesor të arkës së shtetit me rreth $130 milion taksa në vit. Ndërprerja e përkohshme e prodhimit dhe rrjedhimisht eksportit nga Bankers po rrezikon planin e të ardhurave të doganave për këtë muaj. Bllokimi i përkohshëm i prodhimit të naftës nga Bankers Petroleum për shkak të ndërprerjes së aktivitetit të terminalit të petroliferas në Vlorë, ku po hetohet përndotje në Zvërnec, po i shkakton një dëm në miliona euro kompanisë dhe ekonomisë shqiptare. Bankers bën të ditur se ndërprerja e aktivitetit të petroliferas po mban peng prodhimin e naftës së fushës naftëmbajtëse më të madhe në vend, Patos Marinzës, që është gjithashtu edhe burimi kryesor i të ardhurave të buxhetit të shtetit. Prej një jave tashmë, Bankers Petroleum nuk po eksporton dot naftën bruto të prodhuar nga kjo fushë, si pasojë depot magazinuese janë të mbushura dhe kompania ndodhet në situatën kur nuk ka kapacitete të tjera magazinuese, duke u detyruar të ndërpresë përkohësisht prodhimin. Puset e prodhimit po ndalen njëri pas tjetrit dhe nëse kjo situatë zgjatet,
mund të çojë në mbylljen e plotë të prodhimit të naftës. Nga ana tjetër, kompania paguan rreth $130 milion taksa në vit, ku afro $60 milion janë vetëm të ardhurat nga renta minerare që paguhen në dogan në momentin e eksportit. Gjatë kësaj jave, ku eksporti nuk është kryer, shteti shqiptar po humbet shifra të mëdha duke rrezikuar kështu edhe realizimin e planit të doganave për këtë muaj. Të dhënat tregojnë se për gjatë 10 viteve aktivitet, Bankers për llogaritë të ketë paguar $550 milion taksat dhe të ketë investuar mbi $2 miliard. Dy qeverit shqiptare, ajo e Tiranës dhe e Prishtinës, zhvilluan mbledhjen e tretë të përbashkët që u finalizuar me nënshkrimin e 7 marrëveshjeve. Kryeministri shqiptar Edi Rama njoftoi se pjesë e këtyre marrëveshjeve është edhe ngritja e një pike doganore të Kosovës në portin e Durrësit, si edhe shpallja e liqenit të Fierzës, zonë e përbashkët e mbrojtur. Ndërsa homologu kosovar Isa Mustafa tha se projektet po njojnë rezultate konkrete, dy kryeministrat ishin në një linjë se dialogu me Serbin është shumë i rëndësishëm, por nënvizuan se Beogradi nuk mund të pengojë integrimin në vijimësi të Kosovës. Prishtina mirëpriti mbledhjen e tretë të përbashkët të qeverisë shqiptare dhe asaj të Kosovës, që kishin në thelb bashkëpunimin ekonomik dhe normalizimin e marrëdhënieve me fshinjët. Hapat e mëtejshëm që po hedhin për të krijuar një pikë doganore të Kosovës në portin e Durrësit, për të harmonizuar akcizat, unifikuar çmimet e referencave për transportet, do t'i japin një hov të ri bashkëpunimit ekonomik mes dy shteteve tona. Shpallja e liqenit të Fierzës si zonë e mbrojtur e interesit përbashkët përbën hapin e parë drejt zhvillimit konkret të një platforme turistike ndërkufitare. Ne jemi të vetëdijshëm se gjitha këto të arritura tona janë edhe rezultati ndihmës së qeverisë shqiptare dhe institucioneve relevante të shtetit shqiptar. 7 janë marrëveshjet që u nënshkruan mes dy vendeve, që përfshin hetimin administrativ në pikat kufitare, mjedisin apo forcimin e administratave. Në konferencën për shtyp, gazetarët i vunë kryeministrat përballë pikpyetjes së realizimit konkret të angazhimeve të përbashkëta që nisin nga procesi i Berlinit. Kryeministri shqiptar gjeti rastin t'i kthente përgjigje kritikave të opozitës në Tiranë se dy vendet nuk kanë përfituar nga ky proces. Është thënë shumë herë padrejtësisht që të tjerët kanë përfituar më shumë se Shqipëria dhe Kosova, është krejtësisht e padrejtë. Faktikisht, Shqipëria dhe Kosova janë përfituesit e drejt për drejt nga projektet e para të aprovuara, por keni parasysh që nga aprovimi i projekteve tek realizimi i tyre ka i proces. Dy kryeministrat ishin në një linjë se Serbia nuk do të mund të pengojë integrimin e Kosovës. Çështjet që janë me Serbinë ne do t'i zgjidhim, mirë po ato çështje do t'i shiqojmë me syzat e Kosovës dhe jo me ato të Serbisë. Ngurrimet e Serbisë janë rrethpar kostoja e Serbisë, jo Kosovës. Dy qeverit veç mbledhjes së përbashkëta ja kanë dalë të jetësojnë edhe nismën për mbajtjen e samitit të parë të diasporës shqiptare, që do të zhvillohet në Tiranë në nëntor, e me gjithë bashkëpunimin model mes dy vendeve, Kosova ende nuk i ka dhënë tokën për ndërtimin e ambasadës shtetit shqiptar. Partitë e vogla dorëzojnë në zyrën e kryetarit të Kuvendit Ilir Meta një draft me propozime konkrete për reformën zgjedhore, ku baza është votimi dhe numrimi elektronik, si dhe ndryshimi i sistemit zgjedhor nga proporcional rajonal në proporcional rajonal me korruptim kombëtar dhe listat hapura. Në emër të një grupimi me 43 partitë vogla, kryetari i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar Dashamir Shehi mbrojti draftin me 9 propozime. Për mënyrën e votimit dhe numrimit, ata kanë mbështetjen e PD-s, ndërsa për ndryshimin e sistemit duhet të ndeshen me të dy partitë e mëdha. 4 parti parlamentare, Republikanët, Demokristianët, Lëvizja për Zhvillim Kombëtar dhe Partia Agrare, në emër të 43 partive të tjera dorëzuan në Kuvend një draft me 9 propozime konkrete për reformën zgjedhore, ku votimi dhe numrimi elektronik përbën bazën e këtyre propozimeve. Votimi të jetë elektronik dhe rezultati dalit ditën e zgjedhjeve, domethënë numërimi të jetë elektronik. Platforma e partive të vogla përfshin edhe ndryshimin e sistemit aktual nga proporcional rajonal në sistem proporcional rajonal me korrektim kombëtar dhe lista të hapura. Ne gjykojmë që ky ligj është fortësisht proporcional, u bë vite që shqiptarëve i është heqë drejta
të kenë një element majoritar në brenda zgjedhjeve të vet. Do të thonë shqiptarët tashmë u bë 2-3 herë që votojnë por partitë kryetare në partisë. Këto dy çështje në vazhdimsi janë kundërshtuar nga dy partitë e mëdha, Demokratët dhe Socialistët, por në parim kanë pasur mbështetjen e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Jo vetëm LSI-s, ne kërkojmë të PD-s, të PS-s, në princip po si. Ne ka dhënë edhe zoti Basha, të shpresojmë ta japë ditë në hënë edhe zoti Rama, ne shpresojmë, jemi akoma në idenë që mund tjetë edhe pak utopike që arsyeja do mbizotërojë. Një propozim tjetër mjaft i rëndësishëm i partive të vogla që të i kalon kodin zgjedhor dhe prekushtetutën lidhet me propozimin për administrimin e procesit zgjedhor nga një trup gjyqtarësh. Dënimet e pakta për trafikantët dhe rritja e numrit të fëmijëve shqiptar të pashoqëruar në vendet e Europës janë dy ndër problematikat kryesore që vëren në raporti i Këshillit të Europës në përpjekjet e Shqipërisë për të luftuar trafikun e qenieve njerëzore. Megjithatë, Këshilli thotë se ka përmirësime në luftën kundër trafikimit dhe se janë zbatuar disa rekomandime të këtij institucioni. Këshilli i Europës ka publikuar raportin e radhës për Shqipërinë sa i përket luftës kundër trafikut të qenieve njerëzore. Grupi i ekspertëve ka vlerësuar progresin e shënuar nga vendi ynë në disa sektor të kësaj problematike, përfshirë zbatimin e disa rekomandimeve të bëra më herët nga Këshilli. Në dokumentin e publikuar theksohet se Shqipëria ka përmirësuar termat ligjor për mbrojtjen dhe rehabilitimin e viktimave të trafikut, si dhe ka forcuar përfshirjen e organeve ligj zbatuese në operacionet antitrafik. Ata shtojnë se një tjetër lëvizje pozitive është ngritja e shqetësimit në shkallë kombëtare, si dhe mundësimi i trajnimeve për të rritur vigjilencën në përgjithësi. Megjithatë, Këshilli i Europës ka nënvizuar se Shqipëria ka ende shumë hapa të rëndësishëm për të ndërmarrë në kuadër të parandalimit të trafikut, ndër të cilat përfshihen rritja e sigurisë në pikat kufitare, si dhe dhënia e një vëmendjeje të caktuar ndaj tërmiturve të pashoqëruar. Ekspertët bën gjithashtu thirrje që autoritetet të identifikojnë viktimat e trafikut të qenieve njerëzore, si dhe të shqyrtojnë me kujdes rastet e fëmijëve të pastre, atyre me origjinë rome, si dhe ata të cilët kanë ardhur të pashoqëruar nga një vend i huaj. Këshilli i Europës ka shprehur shqetësime edhe për numrin e ulët të dënimeve mbi akuzat e trafikimit të qenieve njerëzore, duke kërkuar specializimin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në kuadër të rritjes së efikasitetit. Një anije me 700 emigrant në bord është fundosur në afërsitë e ishullit të Kretës në Greqi, ku deri tani janë shënuar 4 viktima, teksa autoritetet i tremben në rritjes së numrit të tyre. Sa kaq, në një tjetër incident rreth 100 trupa të pajet mes tyre dhe fëmijë janë gjetur në brigjet libiane. Autoritetet nuk janë në gjendje të përcaktojnë periudhën se kur janë mbytur refugjatët për shkak të dekompozimit të trupave. Një anije me 700 emigrant në bord është fundosur në brigjet e ishullit të Kretës në Greqi, ku deri më tani janë regjistruar 4 viktima, teksa autoritetet raportojnë se numri i tyre mund të shtohet gjatë orëve në vijim, ndërkohë që 340 të tjerë kanë arritur të mbijetojnë për merit të një mega operacioni, ku ishin përfshirë 4 anije të rojeve bregdetare greke dhe disa helikopter. Lajmin e kanë konfirmuar zyrtarët grek dhe organizatat ndërkombëtare të emigracionit. Një pjesë e madhe e klandestinëve ndodheshin në det të hapur kur mbërritën rojet bregdetare. Megjithatë, pavarësisht operacionit të menjëhershëm që i shpëtoi jetën qindra refugjatëve, besohet se shumë të tjerë ndodhen ende në det. Për momentin nuk është konfirmuar vendi se nga është nisur anija dhe shtetësia e emigrantëve, megjithse besohet se rrugtimi në fjalë ka filluar nga porti i Aleksandrisë në Egjipt. Mediat në Greqi raportojnë se anija prej Druri ka futur ujë për shkak të amortizimit dhe numrit të madh të personave në bord. Përmirësimi i kushteve atmosferike ka shtuar ndjeshëm fluksin e klandestinëve, ndërkohë që trupat e rreth 100 personave janë gjetur në bregun e qytetit libian të Zuaras. Autoritetet vendase për momentin nuk janë në gjendje të përcaktojnë periudhën se kur janë mbytur mjetet lundruese për shkak të dekompozimit të trupave. Mes viktimave ndodheshin edhe 2 fëmijë. Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara, mbi 2500 persona kanë humbur jetën gjatë vitit 2016 në tentativën e tyre për të mbërritur në Europën perëndimore. Kryeministri i Britanisë së Madhe David Cameron ka bërë thirrjen e radhës drejtuar kombit të tij që të mos luajë me votën e referendumit të 23 qershorit, në të cilin do të vendoset qëndrimi ose largimi i vendit nga Bashkimi Evropian. Cameron premtoi se do të bëjë çdo gjë për kthimin e Mbretërisë së Bashkuar brenda Unionit nëse skenari për dalje do të materializohej.
Kryeministri i Britanisë së Madhe David Cameron i ka kërkuar britanikëve të mos luajnë me votën e tyre gjatë referendumit popullor që do të mbahet më 23 qershor. Gjatë një debati televiziv, kreu i qeverisë deklaroi se dalja nga Unioni do të ishte një vetvrasje ekonomike për Britaninë. Cameron po ashtu shtoi duke folur në mënyrë hipotetike se nëse Mbretëria e Bashkuar nuk do të ishte në BE, ai do të bënte gjithçka për ta përfshirë vendin në Union edhe nëse kushtet do të ishin këto që ka aktualisht. I bëj thirrje britanikëve mos të luajnë me të ardhmen e fëmijëve të tyre më 23 qershor dhe të mendohen mirë përpara se të hedhin votën. Ne i kemi vendosur kushte Bashkimit Evropian, jemi në të njëjtin mendim në lidhje me marrëveshje tregtare, ndërsa nuk bashkohemi në lidhje me heqjen e kufive. Pra me këto kushte mendoj se nuk ka arsye se përse të largohemi nga Unioni, u shpreh kryeministri i Britanisë së Madhe. Ndërkohë, përkrahasit e fushatës së daljes me në krye Boris Johnson i kanë cilësuar deklaratat e Cameron si tentativa për të frikësuar britanikët në lidhje me goditjen e rëndë që mund të pësojë ekonomia nëse votohet për daljen nga BE-ja. Pesëmbëdhjetë fëmijët e shtëpisë së fëmijës Zyber Hallullit të talentuar në pikturë do të ndjekin një kurs 6 mujor në Akademinë e Arteve për të zhvilluar më tej talentin e tyre. Ky kontribut u mundsua nga Shoqata e Konsujve të Nderit të Shqipërisë për të ndihmuar të miturit për një të ardhme më të mirë, bashkë me ndarjen e certifikatave për zhvillimin e kursit. Shoqata e Konsujve të Nderit shpërndau edhe dhurata për piktorët e vegjël. Laura Omeri është një nga 40 fëmijët që po rriten dhe edukohen në institucionin e përkujdesit Zyber Hallulli. Është 9 vjeç dhe ka talent për pikturë, e tërhequr më shumë nga peizazhi. Natyra, lule, gjelbërimi, familja, këto më pëlqen. Po, ideja që ti do fillosh këtë kursin e pikturës, të pëlqen, të ndihmon që të zhvillosh talentin tënd? Mua më pëlqen të pikturoj. Laura, së bashku me 15 fëmijë dhe adoleshentë të tjerë, nga sot do të kenë mundësi të zhvillojnë një kurs 6 mujor në pikturë në Galerinë e Arteve, mundësuar nga Shoqata e Konsujve të Nderit. Presidenti i Shoqatës së Konsujve të Nderit, Ylli Ndroqi, dhe anëtarë të tjerë u dhanë personalisht fëmijëve të Zyber Hallullit certifikatat e zhvillimit të kursit, nuk munguan dhe dhuratat si mjetet dhe ngjyrat për piktorët e vegjël. Mirë, unë të uroj mbarësi të bësh një pikturë më të mirë, atëherë të uroj sukses. Djali quhet Bekim Likaj. Sukses e zemër. Kjo është një shtëpi që ka nevojë për shumë përkushtim, shumë energji, shumë dashuri. Ne mendojmë që 1 qershor duhet të jetë çdo ditë për fëmijët. Antari tjetër i shoqatës Elvis Toçi tha se do të jetë pjesë e iniciativave të tilla që kanë në fokus fëmijët. Gjatë bisedës me fëmijët dhe adoleshentët e shtëpisë Zyber Hallulli, dolën në pa edhe talente në fusha të tjera. Një prej tyre, Demokrat Lloçi, pasi të përfundoi shkollën e mesme, dëshiron të ngjitet në skenë si prezantues ose ta gjej veten në studio televizive. Për momentin jam i fokusuar te kursi që ndjek për shef kuzhine. Ndërsa Emiliano Mejdani aktualisht po ndjek Akademinë e Futbollit, ëndra e tij është të vesh fanellat e skuadrave më të njohura në Europë. Kam rreth 7-8 vite që merrem me stërvitje, që në moshën e vogël. Do doja shumë dhe kam dëshirë që të provoja në ndonjë vend jashtë, në një klub. Dhënia e certifikatave për kursantët dhe talentet e rinj u shoqërua me një atmosferë festive ku fëmijët performuan për miq të veçantë, numra baleti bashkëkohor dhe recituan poezi. Ndërojmë tërësisht temën e informacioneve, do të rikthehemi edhe një herë lajmit me të cilin hapëm edicionin pasi Partia Demokratike reagoi vetëm pak minuta më parë në lidhje me vendimin e Elvis Roshit. Sonte në të ngrysur, Edi Rama ka lëshuar nga zinxhirët 2 prej banditëve të tij të racës, Elvis Roshin dhe Arben Dokën, të dy të dënuar në Itali, njëri për përdhunim, tjetri për trafik prostitucioni dhe rrëmbim personi, dhe i ka hedhur në sulm kundër opozitës, kundër Partisë Demokratike. Roshi njofton se nuk e quan dorëheqjen, njofton se do të kthehet në zyrën e tij pasi u arratis për 3 ditë kur u zbulua vendimi i gjykatës italiane. Do kthehem, thot i dënuari për përdhunim, i dënuar edhe në Zvicër për drogë, edhe pse kur i plasi bomba në dorë, Edi Rama quajti të përfunduar shërbimin e tij. Lexon në reagimi i PD-s duke vijuar më tej. Sigurisht këta janë zëri i Edi Ramës, janë gramat e tij të fundit, klithmat e një pushteti që po jep shpirt, sepse krimi dhe Shqipëria nuk do të rinë më bashkë. Ta harroi Rama se do të pengojë dekriminalizimin,
se do ta prek votën duke zgjidhur nga zinxhirët këta bandit race. Ai ka mbetur vetëm fillikat dhe rrethohet vetëm nga këta trafikant, tutor dhe vrasës. Ka gjithë popullin përballë, përfundon në reagimi i Partisë Demokratike. VMC me të tjera informacione, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare miratoi licencimin e Credins Invest SA, shoqëria administruese e fondeve të pensionit dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive, si dhe miratoi fondin e investimit Credins Premium. Credins Invest SA është shoqëria e dytë në tregun shqiptar që licencohet për të administruar sipërmarrje investimesh kolektive dhe fonde pensioni vullnetar. Credins Premium është fondi i tretë i investimeve që licencohet në nivel kombëtar. Maltin Korkuti, drejtori i përgjithshëm i Credins Bank, tha se miratimi i fondit të investimit Credins Premium shënon një zhvillim të rëndësishëm në tregun financiar shqiptar, duke zgjeruar alternativat e investimeve për qytetarët shqiptar. Fondi i Credins Premium do t'i ofrojë investitorit shqiptar mundësinë për të investuar kursimet në lek duke përfituar menaxhim profesional të portofolit të aseteve, likuiditet të garantuar të fondeve dhe kthim të kënaqshëm nga investimi. Credins Bank zotëron 76% e aksioneve të shoqërisë administruese. Fondi do të ofrohet nëpërmjet rrjetit të degëve të bankës Credins, e cila do të veprojë si agent i Credins Invest. Shoqëria administruese që do të administrojë fondin e investimit Credins Premium operon në treg që në vitin 2011 dhe ka nën administrim fondin e pensioneve Secret Pensions.